Është e nevojshme të shkojë njeriu deri në Mars. Instikti apo qëllimi i çdo specie gjallë është bijetesa. Njeriu sot po e shikon që qëndrimi vetëm në një planet është shumë i rrezikshëm. Tokës i kanosen shumë rreziqe, si për shembull rënja e një asteroidi të madh, i cili mund të shkatërrojë jetën në Tokë, rrezik nga viruset, si rasti i epidemive të mëdha, rrezik nga ndryshimet klimatike, rrezik nga luftrat marrë që mund të formojë vetë njeriu e tjerë. Kështu që një mënyrë e mirë që njeriu të sigurojë vazhdimsinë e tij në kohë, në këtë univers, është që të përhapet në sa më shumë vende të ndryshme, të paktën në sistemin diellor. Gjithmonë në historinë e njerëzimit, njeriu ka tentuar gjithmonë të shkojë në toka të reja dhe të përhapet sa më shumë. Tashti është faza tjetër, hapi tjetër, që të përhapet në planetet e tjera. Normalisht do marrim dhe shembull nga natyra, gjithmonë ato farat e pemëve, farat e bimëve mundohen të jenë sa më të lehta dhe të marrë era me qëllim të shkojnë sa më larg. Kjo është gjithmonë proces natyror i zakonshëm për gjithë llojet e specieve të gjalla. Dhe jo vetëm. A ndoshta duhet të shkojë në Mars për të gjetur të tjera burime energjetike? Për momentin, harxhimet e energjisë do jenë shumë të mëdha dhe nuk bëhet fjalë për përfitime energjie, por për përhapje të njeriu në univers, në natyrë, në për planete, në për vende të tjera, përveç Tokës. Do harxhohet shumë energji për të bërë këtë hap gjigant. Gjithmonë, siç e thonë dhe Carl Sagan, qëllimi kryesor që njeriu të përhapet në univers është mbijetesa e tij. Ne kemi shumë rezerva në Tokë dhe mundësia më e madhe, më e mirë, më e thjeshtë që ne të marrim energji nga natyra është në Tokë. E gjithë kjo bëhet vetëm që njeriu të përhapet në univers. Kjo është qëllimi kryesor. Dhe e dyta është që të mësoj të eksplorojë natyrën, të zhvillohet në drejtimin shkencor dhe teknologjik. Kjo është e dyta në shkallë.